Pare duhet me cek që Zëreja të premtën ka ftu edhe antarë të shoqërisë civile që të kanë qu komente, edhe ne kemi qenë në takim. Është mirë për Zërejës që para se me marrë vendim të gjithë të palit e interesit mi taku. Gjë që kena kërku edhe më herët. Ndepi prej 2014, kur kanë filluar tarifat e energjisë, ne e kemi përdorur rrugën institucionale që t'i kundërshtojmë ose t'i përkrahum ose zakonisht i kemi kundërshtuar në format e tarifave. Tash jemi shumë të lumtur që tash e përmenden numrin e qytetarëve, e përmenden numrin e organizatave, ka filluar një vedisim shumë i madh i qytetarëve për tarifat e energjisë. Zakonisht tarifat e energjisë kjo hera e tretë në 3 vjet e fundit që po shajtohet rrymë, edhe zakonisht këto tarifa tash po bëhen pa përballueshme. Kur dihet që përqindja të cilët nëse rruga mesatare në Kosovë ka qenë 570 ose 600 euro, dhe faturat e energjisë mesatarisht më rrinë dykon 80 euro në vjet. Ata që ngruhen me rrymë apo folin për mesatare, kjo i bjen që dykon ma shumë se 15% të hyrave shkojnë për energji elektrike. Kjo veç mund me konkludu që është një varfëri energjetike. Është interesant me cek një statistikë se të gjithë pe humbin, gjatë ndimet të Komisionit Evropian, që i kanë da 75 milion për qytetarët e Kosovës, të cilat shumica janë përdorur për masat e eficiencës të energjisë, një pjesë u përdor edhe për mbështetje e familje me nevojë. Edhe është një postim me ministrit Murati, kur thët 60.000 familje kanë apliku. Besa të shkruan edhe vetë vendosja, harron që parat janë të EU-s, që kanë përfitu nga ndim. Kush për me fitu ndimin ka qenë tyrat e një familjes 250 euro në muaj. Do me thonë, zyrtaresh, nëse unë po besoj të dhonave që nuk ka pas të manipulim ato, 60.000 familje në Kosovë i kanë tyrat ma të vogla sot 250 euro në muaj. Nëse një faturë e energjisë vjen 50 euro, kjo i bjen 20% të hyrave shkojmë veç për një shërbim. Kur dije që edhe shërbimi bërlogu të shajtu për 30%, gjaty në 2-3 vjete, po valuta e vogël, dhe me thonë, pej 4-70 o ba 6-30, po kërkush nuk pe përmen, po në fund ditës, 30% e rritje përmen i herë, tash kur e ki 1 euro bat 1,30, pra po valuta e vogël 1,30, po më shajtu 30. Shërbimet e ujësel, si të shajtu, shërbimet e gërbullimet e mbeturina janë shajtu, veç një gjanë nuk u shajtu këto vjetë e funit, janë rrogat ka me të njëjta. Kështu që kjo do të me shikue, mirë, ne kemi që, kuptoj e Zërejën që përdojnë metodologjinë e njëjtë, po unë besoj që Zëreja ka hijen në lojen e partisë vetëvendosje, e cila pa të propozue ato tarifat 800 e 800 plus. Në atë kohë na keni propozu se ndep që me qenë 3 trajfor, me qenë 600, 1200 edhe 1200 plus. Edhe keme arsëtu tash. Pse duhet me qenë ato? Tash mas 3 vjetë pesho që edhe kanë ardhë edhe ministria, po edhe qeveria, po edhe ata analist që në pro-qeveritar jënë të përkrokit 3 tarifor. Dije që energjia, qasja në energjia është drejtë e njeriut. Për atë na kemi propozu të 600 është një çmim, të cilët 600 është minimumi që një familje e shpenzon për nevoja të ambistrisë. 600 e 1200 është ai minimumi që dhe në përdor një familje që nuk ka mënyrë tjetër ngrojes përveç energjisë elektrike, kur dihet se të gjitha ndërtesat e reja të ndërtuara në Kosovë nuk janë të lidhura me termokos, e kena veç 2 ngroje qendrore në Kosovë, edhe 1200 vjen ajo pika që është energjin të e përdor për luks. Nëse ti harxhon 3000 kW, me nëna një mujt, normalisht që do të me pagu ma shumë. Tash problemi është që vendimet po vinë një mas një. Edhe tash, teri tash është dykon një shtajtem për tarife në ollë, 26%, për 26%, nëse dikush për thetë nuk ka 100%, për 26%, për 26% është shumë. Tash edhe nëse shtuhet 15%, që po flitet, se edhe problemi i rryma bazë metodologji që përdorë Zëreja, o duhet më shtrajtu ma shumë se 25%. Po e kanë gjetë një zgjidhje inovative, edhe kanë vendosur me liberalizu tregun. Edhe pse ligji është i 2017-s, ku e gjetën basi vjetë me liberalizu tregun. Edhe ideja liberalizimit tregut, për fat kesh nuk udhëheqet prej Zërejës,
Po aja që e vrejna na, është njëra nga nën kompanitë e licencume, po bën fushat për liberalizim. Do më thonë, zëreja si institucioni pavarur, do shta është pjesë edhe liberalizimi këtyne tregut për biznese, duhet me ofru kushtet barabartë të gjithë operatorëve. Unë nuk e di, unë që meru me energji, unë e di kush janë operator tjerë, po ja sot rrugës do ardhë, 3 biznese që duhet mund liberalizu, nuk e dishën kush është operator. Do më thonë, një fushat duhet nëse të bëhet diçka, ose para se mund liberalizu me qenë subvencionim, se na dihet ne jena konkurus tregu për eksport edhe Kosovë për shkak ndoshta çmimit lirë të energjisë. Nëse shtrajtohet për ta çmimi i energjisë, mundet me ardhë të rritëmbyllja e bizniseve. Faleminderit shumë për këtë fillim, zoti Mustafa, a është arsyetuar edhe bazuar kjo rritje e energjisë? Absolutisht, nëse shikohet raporti zërrejës, me të vërtet është për keqardhje, do më thonë, edhe forma që është përdor, ndoshta edhe mungesa metodologjisë, por edhe arsye që i ka njoftë në raport është për keqardhje, as më tepër në situatën në të cilat gjendet Kosova në aspektin socioekonomik që kemi vështirësi jashtëzakonisht të mëdha viteve të fundit. Por këtu nuk po flitet vetëm për një rritje të çmimit të energjisë për 15%, sepse energjia elektrike 15% po të ishte ndoshta do të pajtohemi në parim që vetëm të mos kemi kolaps energjetik apo arsye të tjera, por kemi të bëjmë me rritje të një ciklit zinxhiror, sepse energjia elektrike është faktori kryesor që ndikon më së shumti në shportën e konsumit bazë. Do të thonë do të ketë efekt zinxhiror në rritjen e të gjitha produkteve dhe shërbimeve të konsumit bazë, që është CPI 30 ose index price që kemi, po dhe se tillë energjia elektrike do të jep efektet e tyre. Për shembull, nëse do të rritej çmimi i produktit bazë të grurit, do të kishim efekt të rritjes vetëm të çmimi i bukës, do të reflektonte, ose do të rritet e materialet ndërtimore, do të rritet çmimi i cementos, do të rritet çmimi i materialit ndërtimor dhe efektet në kostin e ndërtimit. Por kur kemi të bëjmë me energjinë elektrike, e keni shport të tërë të konsumit bazë që jep efekte dhe reflekton direkt dhe indirekt. Te produktet direkte do ndikoj të gjitha produktet, mas pari të ekonomia familjare, që ekonomisë familjare do të ulet fuqia blerëse, dhe kur të ulet fuqia blerëse kemi të bëjmë me një inflacion më të lartë. Pastaj do të rriten çmimet e të gjitha modhave dhe shërbimeve që e kanë produkt bazë energjinë elektrike, dhe si rezultat do të kemi rritje të çmimit të produkteve ushqimore, për shembull bukës, millit dhe efektet e tjera zinxhirore, marketet, sepse ato shpenzojnë një energji, sasi të madhe të energjisë elektrike dhe efektet e tjera.